Në vendlindjen e poetit të madh të kombit, Naim Frashëri, Frashëri i Përmetit, u kthye në një qendër kujtese dhe nderimi me rastin e 180 vjetorit të lindjes së tij. Pranë shtëpisë muze të vëllezërve Frashëri u zhvilluan homazhe dhe aktivitet përkujtimor, ku morën pjesë përfaqësues të pushtetit lokal, drejtues të komunitetit bektashian, studiues, artdashës dhe qytetarë të trevave të ndryshme shqiptare. Mes kurorave me lule të vendosura pranë bustit të poetit, të pranishmit kujtuan kontributin e jashtëzakonshëm të Naim Frashërit në gjuhën, kulturën dhe ndërgjegjen kombëtare shqiptare. Në fjalët përshëndetëse u vlerësua figura e tij si frymëzim i përhershëm për dashurinë ndaj Adheut, dijes dhe identitetit kombëtar. Le të na shërbej kjo ditë jo thjesht si kujtimi dita naimiane, jo thjesht si kujtimi së shkuarës, por si një çast udhërëfimi për të tashmen dhe për të ardhmen. Le ta shërbej vepra e tij, vepra e Naim Frashërit, për punë më të mira për komunitetin. Edhe kryegjyshi botëror bektashian, Haxhi Dede Edmond Brahimi, vuri në dukje lidhjet e forta shpirtërore dhe patriotike që familja Frashëri i ka dhënë kombit shqiptar ndërbreza. Pavarësisht kushteve, botit, rrugës, gjithçka, po e mbajmë gjallë të dritë të Naimit. Ju falenderoj shpirtërisht. Qofshi ditë, Zoti na bekoft gjithë. Ndërsa kryetari i shoqatës adhetare kulturore mbarkombëtare vëllezërit Frashëri, Tomor Kotori, theksoi rëndësinë që trashëgimia e kësaj familje të ruhet edhe të përcillet te brezat e rinj si një pasuri e vyer kombëtare. Neve këtë iniciativë po e vazhdojmë vit pas viti. Dhe mund të themi që kemi filluar më 18 qershor të vitit 2004, ishte për 100 vjetorit të mësuesit, edukatorit, filozofit Sami Frashëri, në 2005, në 2006, në 2007, që të mos numërojnë vit pas viti, deri në këtë 25 maj të vitit 2026. Në këtë ditë të shënuar, jemi po në vendin e vëllezërve Frashëri. Pra jemi në Frashërin tonë, jemi në Frashërin e Shqipërisë, në vendin e vëllezërve Frashëri, pishtarët e dritës dhe të përparimit të kombit tonë. Duhet që Frashëri, ky vend simbol i kombit, ta kthejmë në mek të shqiptarizmit. Duke sensibilizuar biznesin shqiptar, qeverinë, kombin, që ky vend i shenjtë të kthehet një monument kulturor kombëtar. Aktiviteti vijoi me një program artistik dhe kulturor, ku nuk munguan recitimet poetike, interpretimet muzikore dhe vizitat në ambientet muzeale që mbajnë gjallë historinë e familjes Frashëri. Sot, pas 180 vitesh, figura e Naim Frashërit vijon të mbetet simboli ndritur i kulturës shqiptare, ndërsa vëllezërit Frashëri mbeten trinomi që bashkoi historinë, letërsinë dhe patriotizmin shqiptar në një trashëgimi të përjetshme.